Në këto 5 vitet e fundit kanë operu me strategjin që kanë operu dhe parti tjera politike në Evropë, kur në pushtet e kanë pas populist. Dhe ka qenë njëjta strategji. Dhe çka bën të me një populist? E len me u ballafaqu me popullin. Nuk ki ndërmjetësus, po e len me u ballafaqu me popullin, sepse populli e sheh edhe bindet që ai nuk din me qeveris, populli e sheh edhe bindet që ai nuk mundet me jetësu krejt ranat edhe premtimi që ka bo. Kjo ka qenë konceptin mbi të cilën unë mendoj që kanë operu. Pse nuk ka dhez të Zoti Kurti se ai nuk është populist? Ai qohet si populist. Kanë 12 shëndrot nacionalist, tani bëhet majtist, tani djastist, tani është nacionali majt. Do më thonë, edhe çka vi mundon juve, që s'po mundeni me ndjekur për me u kthy tash. Kjo populizmi sa? Po. Se populizmi s'ka ideologji, Po këta s'po mundon me ndjekur kërka. Të parti tjera në Evropë ka dhez. Kjo visar, deri dikon, ka dhez në Greqi, ka dhez në Austri, ku vetë këmë studiu. Në Kosovë nuk ka dhez për shkak ndryshime shumë të mëdha që ky njeri i ka pas. Edhe tash për mi u kthy asaj që analizës tonë me cilën unë në masë madhe pajtona. Çka duhet me bëna ndryshe, se që kjo është shumë e rëndësi. Unë mendoj që na duhet me qenë proaktiv, edhe me qenë konsistent. Ti përmend tema, për shembull shkurja në prokurori. Nëse e merr këtë temë, këto nuk bën me lëshumë si temë. Absolutisht. Derisa të ka epilog. Absolutisht. Ose shkoj ose s'shkoj. Kjo temë nuk bën me lëshu. Unë kam qenë vetë në pushtet. Kam qenë këshilltari i presidentit, i ministrit jashtëm. Edhe pe perspektivës pushtetit, çka bën? Me myt tema. Edhe na fatkeqësisht si opozit nuk kemi arrit me pas konsistencë në këto tema të cilat janë përcaktuese. Kem pas fitore ligjore, por nuk e marri që thati që narracioni politik. Qa ka me kanë ndryshë është pikërisht kjo. Që opozita jonë nuk ka më përba ma vetëm prej deklaratave në kuvend, po ka më përba edhe prej aksioneve simbolike që nuk janë dhunë politike, edhe nëse krijohet sentimenti edhe protesta. Edhe unë mendoj që PDK ka potencial shumë të madh për protesta. Se ndoshta njerëzit kanë harru, po protesta që din edhe mundet me organizu për duke asini parti organizu, më në besoj që din me bo. Po du të mu kriju njerë sentimentit, du të mu kriju rëthonat edhe para kushtet. Kështu që ne kemë bo një analizë, Blerta është prezentu edhe në organet e PDK-s, edhe paka shumë janë identifiku cilat janë ato pika ku na du të me ndryshu për të mirë që me pas një opozit ma proaktive në mënyrë që jo Zoti Kurti me nëzonë edhe opozitën. Sepse ai përveç që ka bo këtë qeverisën, me disa tema është mundu me nëzonë hapësirë edhe temave që janë tema... Do që një prezentu del kësa Miliushtoku atje, thoi ke një ngrej zhak. Veç më snaru edhe që do. Po përveqizë për më fond një ngreke, thoi ke ngrej zhak. Mënde ju thoi ke kudra. Përveç, une mendoj që nëse kem na një opozit shumë proaktive, Albin Kurti ka me na ndjek neve e na nuk kemi ndjek ma këta. Shumë është më rëndësi kjo për një opozit, edhe unë besoj që hiq pa fillu kjo restrukturimi që tha që duhet më bon beteja, unë besoj që beteja shumë shpejt ka me fillu. Për momentin jemi duke marrë me tema tjera që janë edhe rinumrimi, edhe konstituimi institucionëve, po unë besoj që keni me pa një PDK krejt ndryshe, me një qase në strategji, krejt ndryshe për balë një, si me thonë, wannabe, ose dua të jem autokrati.